Keni menduar ndonjëherë se cili mund të jetë mashtrimi perfekt? Në fakt, janë shumë dhe vështirë të gjesh atë që mund të fitojë në këtë kompeticion personash që genialitetin e kanë vënë në shërbim të së keqes. Një prej tyre është falsifikatori i famshëm Frank Abagnale, i njohur edhe nga filmi Catch Me If You Can, interpretuar nga Leonardo DiCaprio. Gjithashtu, Victor Lustig, një mashtrues çek, i cili duke u hequr si punonjës i administratës franceze, shiti kullën e Eiffel për hekur, por nuk mbeten prapa as Simon Lewy, i cili shtyrej si një miliarder i famshëm dhe më pas qoshte vajzat në internet duke i zhvatur miliona dollar. Apo së fundmi mashtruesja ruse Anna Sorokin, e cila bënte një jetë luksi në hotele dhe jate, duke u hequr si vajza e një oligarku. Ndërkohë në Shqipëri, mashtrimi më i madh janë padyshim firmat piramidale, ku Sudia Xhaferi apo Vebia Limuça, individ deri atëherë fare të panjohur, zhvatën kursimet e mira shqiptarëve me të famshmet skema piramidale. Gjë që shkakton revoltat e vitit 1997, të cilat çuan në rënjën e qeverisë. Por sot, megjithse kohët kanë ndryshuar dhe metodat janë sofistikuar, sërish ka individ, grupe apo edhe institucione që bie në graskën e mashtrimit perfekt. Dhe ne sonte do të tregojmë një rast të tillë që kaloi pa shumë bujë mediatike, por që arriti të vinte në lojë sistemin ton arsimor në një emër të vetëm, Lea Rama. Mashtrimi nën emrin e tashtu quajturës mbeste kryeministrit Rama nisi 2 vite më parë, kur në Ministrinë e Arsimit arriti një email përmes të cilit kërkohej bashkëpunim për një projekt. Kjo mbes deri atëherë krejt e panjohur për kryeministrin pretendonte se jetonte në SBA dhe se udhëhiqte projektin në fjalë në të cilin donte të përfshinte shkollat shqiptare me qëllim që në të ardhmen nxënësve t'i ofroheshin mundësi studimi në Amerikë. Do të ishte vërtet e bukur nëse i gjitha nuk do të ishte një sajes nga një person që për kohën ishte ende i panjohur. Sepse në fakt asgjë nuk ishte reale. Projekti jo, por as mbesa e zotit Rama, që në fakt ishte modelja Gracie Abrams. Por pavarësisht kësaj, e veshur me petkun e mbesës së njeriut më të pushtetshëm të Shqipërisë, Lea Ramës ju hapën të gjitha dyert. U deshën vetëm 3 ditë pas emailit që në mungesë të plotë të hallkave të verifikimit, projekti të miratohej dhe t'i delegohej për zbatim drejtorisë së përgjithshme të arsimit. Personi direkt përgjegjës për kalimin pas një kontroll të projektit ishte zëvendës ministri i Arsimit Nina Guga. Menjëherë pas kësaj, projekti u shpërnda në zyrat vendore arsimore, duke përfshirë një numër të madh shkollash të mesme nga veriu në jug të Shqipërisë, me qëllimin e vetëm bashkëpunimin me Amerikën. E ç'të shije pas kësaj? Nxënës që studionin fort për projektin, duke u ndërruar për studimet për te oqeanit, mësues që punonin jashtë orarit për koordinimin, drejtorë dhe zëvendës ministre që dilnin publikisht duke përshëndetur Lea Ramën, të cilës nuk i njihnin as zërin dhe as fytyrën. Gjithçka mjaftohej vetëm me ca mesazhe në email dhe WhatsApp me mbesën e kryeministrit, e cila doli zbuluar vetëm pas një viti. Kuptohet, pasi ishte përshëndetur dhe falendëruar nga nxënësit që nga Peshkopia, Tirana, Korça e Vlora. Përshëndetje të dashur nxënës, e dashur Lea. Dua të uroj të gjithëve, në veçanti ty Lea e dashur. Por kush shihej në realitet pas këtij mashtrimi perfekt që në emrin Lea Rama arriti të hapte çdo derë në zyrat e shtetit? Bëhet fjalë për një 20 vjeçar nga fshati Çipani Devollit, i quajtur Ermes Hoxhalli, student në Akademinë e Arteve, i cili sot është pas hekurave për veprën penale, mashtrim kompjuterik dhe falsifikim të dokumentave, nga i cili nuk ka përfituar asnjë kokër leku. Por pse e bëri ai gjithë këtë gjë? Është hobi i tij, kaq. Të luaj. Është të luaj. Ai do të di që nga një fshat i thellë i Korçës, luan me ministre, luan me drejtor, edhe shikon shkallën e nivelit, ku është ky me shkallën e nivelit ignorant që është poshtë në bazë. Pa u takuar. Domethënë, imagjinoni që të biesh pro e një mashtrimi kompjuterik pa e njohur. Një gjeni i mashtrimit? Këtë po ja lëm në dorë imagjinatës së secilit. Ajo që di me siguri është se këtu nuk kemi të bëjmë me një person të zakonshëm. Prandaj, vendosim që historinë e Ermesit ta nisim që nga Gjeneza, atje në Çipan, ku rrugët dhe shtëpit i gjetëm të mbuluara nga bora. Rrugës për në fshat hasemi me një zotrin, banor të kësaj zone, i cili bëhet bashkëpunëtari ynë për pak kohë. Po ishte fëmijë që nuk ka berzarane të fshat. Edhe si familje, është familje nga më të mirë. Me çfarë merret familja e tij? Po mi sa vjen ka vetë. Nuk ka flert të majtë. Është gjunaj djalë që gjunaj. Po ti pse e bëri ja merrte mendja dikujt për fshatet e vëndeve gjithë ato? Të tërshati si ka mundësi. Po një djalë që pësosët. Jo kjo poshtë e parë këtu e dyta do që të kësh. Si kalove? Po që këshpjeri. Po vërtit se ndohë znatë të qosh djali një shumë të kjeri.
Djalët atilla kishte dëshikon, unë ta them drejt, familja është e mirë. Ajo zdilte pe parku të derës. Kush e mori biçaf djalkin unë drejt. Djalkit aty nuk ku kishte. Identiketi i ndërtuar nga banorët na tregon për një të ri model, i cili nuk ka krijuar asnjë shqetësim, si për familjen ashtu edhe për fëmijët. Ti si dëgjosh në zeri? As problema si duanit, as i rakis, as gjej. Do të rdejvodhi kur dëgjovi jo ne që kishim tonë. Mëson ti brenda rinjta, usdilta. Dalë të thëmë para, zotë e gjuna djalka. Si këta familja me dhejt, me shqera, me baktia, aur ka tje e kanë ja. Një ma bitur kur e djova atë ditë kam qarë me quptje. E që kam qarë për atë djalkë, se ishtë djalkë i urtë, djalkë i punëtor. Ku a së priste të rezi djalka. Kush e mori biqafe, e mori të shit. Avja, pe pragu të derës atje djalka. Unë kam respektin më të matë moj tërp shlagja këtu. Goja, kjo është shtëpia, tu e kini. Faleminderit. Sa po arrim të shtëpia e Ermesit, në derë na shfaqet gjyshja e tij, e cila duket mjaft e mërzitur për atë që i ka ndodhur. Si e nëna? Mirë, të nga Si dukesh? Unë jam nga emisioni Piranjat. Ermes në sari njeri, se mua më mbushe gjani, se ka 6 muaj që se kam bar djalën në 4 muret atje. Ka ikur djali me 23 korik, po bën 6 muaj atje. Qarë bën ky popull, qarë qëtë? I lutemi të masjeni djalën në shtëpi, son të të roj, nëse të vdesë edhe. Të gëzojmë një natë që hardi djali në shtëpi e t'ik fare. Thirrjet e dëshpëruara të kësaj gjyshe janë të kuptueshme, teksa imagjinon izolimin disa mujor të nipit të saj. Por pas pak momentesh, ajo qetësohet dhe na fton brenda, ku na bashkohet edhe xhaxha i Ermesit. Hajde dhe zjarri. Uluni dhe zjarri aty. Emrin djalit kush e ka vënë se ka emër shumë veçantë. U lindja u me embrin edhe. Ka motra vëllezër Ermesi? 2 vëllezër janë këta. Unë si Flori e kishon. Vinte pe shkollë, rinte këtuja. Bente detyre, shkronte, bente, me libra rinte. Ja ku i ka atje. Ja kam kartosur atje, që shtati ka. Ndimonte në punët? Ndimonte me. Po dendje që lidh minisiste me rabët, me tatën, me temën. Përveç të tjerash, Ermesi identifikohet edhe si një djalë punëtor i fshatit. Ka pas shumë shok në lagje? Po nuk ka patur Nuk kishin fëmijë të tjerë. Edhe s'para dilte nga të kaneve. Alkool? Ajo do një amite po të pinte. Si është rritur Ermesi? Është rritur me mundësi të mira ekonomike apo me hallet? Po të keq edhe si do rritesh, me zor do rritesh. Ai 9 vjeçaren e bëri këtu në Çipan? Çipan edhe. Pastaj iku Bilishte, 3 vjet. Një vit bëri shkolla. Te kishte vit me dytë, Tiranë, që e fut në brenda. Për çfarë është? Faktor. E kishit të vështirë t'ja paguanit shkollën? Ja me, nusja shkonte të punave. Ne punonje me djalën këtu e me të voglin punonin që ta nxjerrën me shkollë, thoshim. Qahi Ermesi për gjendjen ekonomike për pamundësinë? Po dham koshën. Çfarë thonte për shembull? Ti jemi ne. Me 127 timanun të mensionet ku arrin ato? Ja ti ka bërë sakrifita që e ka mbajtur. Një familje e ngritur me punë të ndershme, ku me shumë mund janë përpjekur të shkollojnë fëmijët, por një ditë në zet korriku, gjithçka u kthehet përmbys. Kur e policia nuk e dimin këtë çështje neve. Ne po milmin ne, ajo ardhi sikur na ra bomba atje. Ermesi ishte për shtëpi. Kur erdhi atje, se si u bëmë me çupë, se si u bëmë, nuk e di unë sikur më ra ajo çatia bikop. E marr këtë ikën. Çfarë than policia? Do ta marrën sa do të hedhin një shkresë sa hytha, edhe do ta dërgojmë Ermes në shtëpi tha. Që atë ditë mbajnë në burg. Pastaj lajmëruan djalën, 30 xhaketa që do ikin Tiranë. Nga ajo ditë vere e vitit që shkoi, Ermesi vazhdon të qëndrojë në qeli në burgun 302. Unë kam vajtur 2 herë në burg, qeni koskën mos të shpën të burg. Mos a yra ati me çup, tha nipi mos hajde tha. Ai zuri ti qajë. Ku kam futur obirin në 4 more dhe 4 ekurat kam futur. E më mirë mos kisha vajtur se. E di si e fëfërogoj unë? Si kur vajt atje. Kuptohet qartë që këto pamje të trishta, për fat të keq, do t'i mbeten gjatë në kujtesë kësaj gjysheje. Por, a kishte nuhatur dikush nga familja që diçka nuk shkonte me Ermesin? Nuk dim gjë. Tash nuk u di gjë, unë po të thonë në u habit në kur ardhe e marrë, si ka mundësi. Unë nuk u mbajnë të bekem me çup, që kum ka ikur djali. Mua ndride trupi kur shumë për djalën, se unë e kam rritur vetë atë. Portreti i Ermesit është kompletuar më së miri nga gjyshja e tij. Sipas saj kemi të bëjmë me një 20 vjeçar, jeta e së cilit ishte e ndarë mes punëve të fshatit dhe librave. Kjo përforcohet edhe nga mamaja e tij, për të cilën Ermesi ka qenë gjithmonë një model për të ndjekur,
fëmijë i rregullt që nuk i ka sjell asnjëherë shqetësim familjes. Unë djalin e kisha në shkollë, e rritu me vështirësi, në punë, në fshatra, punojmë. Djali vinte edhe me dhënë, djali vinte grite dengjet, unë iknja punonja, i fiqte bukën të saj, i vinte lavantriçe, nuk kupton. Ai grite këtu se nuk dinte, as të pinte kafera, as të shoqëroheshe. Kam bërë, shpresoj për unë si gjë. Gabimin që ka bërë, ai po e vuan. Kur e mësuat këtë gjë që ndodhi? Kur erdhi të morën djalin? Nuk e kra djali, siç e morën në zonë ato për televizor, më kupton? Ai kusha kriminal. Ju kishit mundësi t'i ofronit një laptop, kompjuter, t'ia blinit këtë gjëra? Unë ato kam punuar e kam blerë. Sa telefona i keni blerë ose sa kompjutera? Një telefon e kishte ai, një më ka dhënë zonja mua, ka merrë nga Zvica, e ka marrë djali e mbante atje, dhe kur ja morën ata, djali blevi telefonin tjetër. Kërkonte shumë shpenzime në muaj Ernesi? Normale për të ngrënë sa ju atje s'kishte ku të gatuante, ante jashtë dhe Qiranën, dhe rroba që ja blinim neve. 210 euro paguaj Qiranën, mund të merrte edhe 100.000. Nuk punonte djali? Jo. Një jetë plus sakrifica e prindërve për të siguruar një të ardhmen ndryshe djalit të madh, i cili i kishte hyrë rrugës artit. Ne jemi shumë të stresuar. Ti e prisje që të ndodhte kjo gjëja? Bënte mashtrim me këto skema? Nuk e prisja. Si do prisja unë? Nuk të tregonte për çfarë kishte ndryshuar në jetën e tij ose Jo. Nëse bashkëpunonte me dikë? Jo. E ke ndjerë që është me januar veçuar vitet e fundit? Jo. Më mirë djaju, unë s'di gjë. Rinte me orë të tëra në dhomë vetëm për të mësuar? Përgatitej shumë? Të rinte në kuzhinë ku rrim neve, të gjithë. Vetë takoj, çfarë bën si je, më kupton. Normale ndija të mungesën. Çfarë të thotë? Si ndihet aty? Është i mërzitur apo? Normale, kërkon shkollën të gjitha. Por t'u rikujtuar edhe një herë, para se të arrestohej, Ermesi ishte në vit të parë në Akademinë e Arteve për art skenik. Por kjo nuk ishte ëndra e tij që në vegjeli. Kur ishte e vogël ishte qef për gazetari, për pastaj në shkollë kur vajti fillovi që këtu me këto teatrat edhe yri në qef arti. Bente kështu teatra këtu në Korçë, e ka dhënë televizori. Edhe që atëre pastaj lindi dëshira për këtë. Ju, besoj jeni një nënkrenare për Ermesin, për gjithë rrogtimin e tij apo jo? Normale se jam krenare. Ju ka zhgënjur pak ky veprim? Nuk e di. Krenare jam, domethënë se kisha një djalë të urtë, të sjellshëm, më kishte sjellë çeshim në shtëpi, në shkollë. I mendojnë që i ka bërë gjitha vet apo ka pasur bashkëpunëtor? Nuk u di gjë zonjë, nuk di gjë. Për të mësuar më shumë rreth këtij 20 vjeçari, do të shkojmë aty, ku ai ka hedhur hapat e parë të edukimit. Kjo është shkolla 9 vjeçare e fshatit, ku Ermesi ka kryer 9 vite studime. Duket qartë që investimet mungojnë prej vitesh në këtë godin, ku bëjnë mësim jo më shumë se 3 klasa. Kam arritur klasë 6 Ermesi. Mësonte kishte prirje? Letërsi kishte, oratorik, ku ka qenë 9 vjeçar, ka qenë i rregull. Ishte nxënës i mirë, fashion shoqërore, kishte dëshirë të interpretonte, shkruante ese, pra kishte këtë prirje në letërsi. Pastaj në klasë 8 filloi të shfaqte dëshirën për gazetar, për të bërë gazetar. Filloi në një televizion duke në Pogradec. Çfarë ka bërë aty? Binte disa shkrime. Arte pastaj aty shkoi në disa kështu interpretime me gjimnazin, teatrin e Korçës, kështu u aktivizua në. Si u ndjet kur e mësua të gjithë këtë gjë që ndodhi? E prisnit? Nuk e prisja, nuk çuditëm. Më thonë kishim dëgjuar që ishte për pak i mbyllur, rinte në kompjuter, nuk kishte marrëdhënie me shokët kështu. Kur filloi të ndryshonte domethënë? Nas nga nxënësit e tjerë që vinin këtu. Vëri vetëm në kompjuter, në telefon. Ju si e morën vesh rastin? Në rrjetet sociale. Jam çuditur kur dëgjova që Ermesi si mund bëj një gjë kaq të madhe. Te cila klasë ka bërë Ermesi nga këto mësim? Mund të vazhdojmë? Tash unë pak jam shumë kurioz. Si jeni? Kërkoj shumë ndjes për shqetësimin. Kjo është klasa ku kishte bërë mësim. Po, ku uli apo nuk e mban mend? Te banke e tretë, jemi aty të rishëm. Nga një klasë me 5 veta, kushte minimale dhe ngroje me stop druri, Ermesi do të shkonte në Devol për të kryer shkollën e mesme në gjimnazin Fuad Babanin, aty ku edhe nisi të aktivizohet për herë të parë me trupa teatrore. Që në momentin që ne po flasëm, unë po edhe zari po më dritet. Ndjesh bosh, nuk e di një gjë që të vjen si kështu, si sot. Ka që natyrë kështu që i pëlqenin këto pjesa e teatrit, e letërsisë. Përpiqje në shkollë në sekretim. Dhe jo për aq rastësi, kjo shkollë u përfshi në projektin e iniciuar nga shqiptaro amerikanja imagjinare Clea Rama, alias Ermes Hoxhalli. Për mua është çudi që ka qenë këtu pas kësaj punë. Do desha që të bëj aktor siç e kisha të dëshirën, të bëj i shquar për punë të mira. Megjithatë thashë unë edhe sot nuk ndjehem mirë për këtë. Nuk e zuam kur fitove Akademinë e Arteve, që janë një nxënës jonë, se unë rrallë gjen nga zona jonë që të fitojnë degë të këtyre. Por Ermesi ja doli, ëndra e tij për të bërë aktor do të zhvillohej në Akademinë e Arteve. Si kalove? Si, po. Oh, ti je shoku i Ermesit? Po, kemi qenë shok. E ke pritur që ta bënte shoku atë këtë gjë? Po, se besoj që e ka bëj, sot Ermesi këtë po. Po pse mendon ashtu?
Që shumë i drejt për drejt me gjithë, më atë që kishte që mendon të thotë drejt që gabim apo i drejt. Inteligjent, që ishte goxha i informuar, ishte i angazhuar, në opinionin e vet për sakrificën e ideve dhe barinave që kishte. Ka hedhur një foto me ty dhe një tjetër dhe thotë të treshen do ta mbani më gjatë. Çfarë do të thonte aty? Po, me që po studiojmë për aktrim, kemi qëllime të larta, që të bëjmë aktorë të mirë, të mëdhenj. E ka pasur këtë ndërë? Që rrezika që të lezuar të gjitha që një kom flasë, për çështje intelektuale, për çështje leximi, autorësh, librash, ka shumë i parë. Hante kokë me pedagog. Po ka pasur marrëdhënie shumë të mirë me të. Gazmor, ka qenë tip karakter domethënë. Në gjithë kemi mërzitur, do ai të ne një këto më është personalisht është psikolog i këshat. I urtë atër për duaj, si të tonë të shumë. Ka qenë një nga nxënësit më të mirë të vitit dytë. Ka pasur përfoj të gjitha nota 10. Kontë në shfaqje këtu, angazhohej? Po, edhe në provim ka shkëlqyer. I shkëlqyer si person dhe i talentuar si aktor. Të gjithë studentët në 1Z e konsiderojnë Ermesin si një shembull për të ndjekur. Deri kur? Unë isha për pas, ma kanë qo klasës, grupi edhe jemi të rëndit gjitha. Të mungon? Që është ja mungon sa du të se ka qenë shumë tip, ta telefonin dhe shikon dhe video në erës. E prisje që ta bëm të Ermesi këtë gjë? Se priste asnjë po. Por te zhgënjimit për çfarë ka ndodhur, miqtë e tij më të ngushtë kanë dyshime se diçka e ka detyruar të riun ty kësaj aventure. Pa sa e kam lënë Ermesin, jam shumë i bindur që se ka për Ermesin, ta vërse se çfarë. Ore ndoshta da asnjë nuk i dihet se nuk duket si ti që mund të bëj diçka të tillë, kaq. Me ata njoh. S'keni dyshuar të rritë gjithkohë telefon, kompjuter? Jo. Për mendimin tim, mund të jetë bërë diçka e tipit që ti bëje këtë për mua, unë do të ndihmoj të bëj këtë që nga dikush që mund të ketë pas më shumë gjë domethënë. Mendoni se nga ministria, nga shkollat? Ja kam ide mos flas kot. Por ndoshta ky nuk ka qenë petishëm që kjo që ka bërë, ka qenë në vepër penale e tjerë. Kam përshtypjen Ermesi ka qenë pak naiv në disa momente. Por jo më naiv se koka e sistemit arsimor, Ministria e Arsimit, e cila e ndërmori gjithë këtë aksion vetëm sepse po e kërkonte mbesa e kryeministrit. Zonja Guga, përshëndetje, si jeni? Unë jam Matilda Prendi, gazetare nga emisioni Piranjat. Kam ardhur të pyes në lidhje me projektin Let's Talk About US nga Klea Rama që rezultoi mashtrim.